Gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka dhënë vendimin për 5 pandehur të dosjes së revansh, duke i dënuar në total me 39 vite burg për përfshirje të aktivitetit kriminal të organizuar. Sipas vendimit të GJKK-s, ish efektivi Reneas, Adrian Pikli dhe Devis Bajramaj u dënuan me nga 10 vite burg secili, ndërkohë Elvis Ndreca dhe Edison Muçeku morën nga 8 vite burgim, ndërsa Armando Ndreca u dënua me 11 vite heqje lirie. Të pandehurit u shpallën fajtor për një sër veprash penale, mes të cilave kultivimi i bimëve narkotike, armbajtja pa leje, tregtimi i palishëm i armëve dhe sigurimi i kushteve për kryerjen e vrasjes. Sipas dosjes hetimore të prokurorisë së posaçme, të dënuarit kanë bashkëpunuar në organizimin e atentatit të mbetur në tentativë ndaj Burimbanit. Ngjarja e ndodhur me 4 nëntor 2020 në zonën e njohur si Ura e Tapizës në Fushkruj. Hetimet e SPAK kanë dokumentuar gjithashtu se gjatë periudhës maj korrik 2020, Edison Muçeku dhe Albert Zaja sigurua në mjete për ekzekutimin e Hamzat Terziut, ndërsa gjatë verës të po atij viti Elvis Ndreca dyshohet se siguroi logjistikën për atentatin ndaj Durimbamit. Në një tjetër episod të përfshirë në dosje, Armando Ndreca akuzohet se në tetor 2020 organizoi dhe financoi grupin kriminal që prodhoi dhe trafikoi 243 kg kanabis në qarkun e Lezhës, ndërsa Adrian Pikli dhe Devis Bajrama u shpallën fajtor edhe për tregtim të palishëm të armëve të zjarrit, të cilat sipas PAK u furnizoheshin personave me precedent penal. Të 5 të dënuarit përfituan ulje të dënimit në të 1/3, pasi zgjodhën të gjykoheshin me procedurë të gjykimit të shkurtuar.